Përshëndetje. Dita e verës po afron dhe është koha për të bërë ballokumet. Për mua kjo është një festë tradite e familjes, pasi unë jam lindur dhe i rritur në qytetin e Elbasanit dhe më shdash që e vogël t'i mësoj ballakumet, përveç që kisha qef dhe i rria mamit gjithmonë afër që kur gatuante, po edhe duhet ta ndihmoshim, pasi kjo ëmbëlsirë është një ëmbëlsirë që dikur i lodhte shumë nëna tona. Ka shumë punë. Po unë do ju tregoj recetën dhe metodën time, si e bëj që nuk lodhem aq shumë sa që lodhesh mami dikur. Dhe ja, fillojmë. Si fillim na duhet për 1 kile miell, misri, që është maja e miellit i thoshin dikur, mielli misri i imët, dhe 1 kile sheqer pluhur, 8 kokra vezë, gjysmë kile gjalp ose 500 gram gjalp. Na duhet dhe 1 grusht ose 1 dorë pak me miell gruri. Unë po i tregoj siç i bante mami im. Dhe na duhet finjë. Finja përbëhet nga hiri që e kam të kulluar në ujë para 5-6 orësh dhe tani e kam gati për t'i përzier bashkë dhe ju tregoj pak nga pak metodën. Si fillim do presim gjalpin. Ja, këtu kemi vënë gjalpin e treta. Pasi ka marrë një ngjyrë të kuqëremt, tani është duke valuar akoma, do ta lej të ftofet, jo të ftofet, po të bjerë kjo vala, dhe duhet të jetë goxha i ngrohtë kur t'ja jep sheqerin, pasi sheqeri është i ftohtë dhe mund të mpikset, që të mos na ngri dhe të bëhet si shkum sheqeri me gjalpin. Ajo është atëherë ja kemi arrit qëllimit. Ka disa sekrete kjo lloj ëmbëlsire. Do gjalp fshati, po unë sot kam shëtitur në disa bulmetore dhe zgjodha, them drejtën, se tani brezi jonë e njeh kush është gjalpi i vërtet. Se e dim gjithë që vështirë të gjesh kaq të saktë. Dhe duhen vezë fshati. Dhe ato ashtu i bledha, shpresoj të vezët të jenë të mira. Tani do ta lej pak të ftofet. Dhe ja tani gjalpi është i ngrohtë, goxha i ngrohtë. Unë do ta hedh pasi ja pastrova shkumën, pasi ka një shkum kur bëhet, kur tretet. Do ta hedh te sheqeri. Sheqerin dikur e shtypnim, nuk kishim sheqer pudër, dhe shtypnim majmen me shishe vaj, sepse ato ishin shishe qelqi, edhe që të bash i imët. Tani gjen sheqer pluhur dhe është më mirë. Pak nga pak do ta filloj dhe ja. Nuk ja hodha të gjithën atë poshtë, atë që kishte pretur. Do ta trazoj si fillim me këtë lugën e drurit, por unë që të bëhet shkum sheqeri bashkë me gjalpin, do t'i rap me rafsen e vezëve. Dhe kjo kërkon disa minuta të rritet derisa të bëhet një shkum dhe mos kuptohet as sheqeri as gjalpi, po vetëm një shkum e bardhë. Dhe ja mu desh gjysmë ore gati, 25 minuta për të tret sheqerin me gjalpin. Dhe unë e mora në prerë tasin edhe ula, pasi kjo është një ëmbëlsirë që do të merret me nge. Të jetë një nga një vezët, dhe vezët do rrifen 7-8 minuta secila, do më thënë njëra pas tjetrës. Dhe ja po hedh të parën. Ja, pas disa minutash, është vetëm veza parë, dhe po ta shikoni, është një shkum. Shkum, nuk është e lëngshme, por është tamam vërtet shkum. Dhe kështu do hedh vezën tjetër, edhe gjitha me radhë, përsëri do t'i punoj për 7-8 minuta. Dhe ja tani
janë gati, vezët dhe gjalpi dhe sheqeri, dhe tani erdhi ora për të hedhë këtë finjën. Ka kulluar, është transparente. Unë e majmen si që bante mami, ashtu e bajda unë, me një lëvosh, gjysmën e lëvoshkës vezës, aq duhet për këtë mas, dhe ja hedh dal nga dal, pasi shtova finjën, ndërrova dhe këto rafset, tani për mielin nuk duhet të përzihet edhe shumë të rritet si duheshe më parë. Tani, në qoftë se s'ka finjë, se nuk është kollaj të gjesh hi nga soba e drurit, nga zjarri druri, mund t'i hedhësh qumësh, edhe kështu funksionon. Po, të vetën e ka me finjë gjithsesi, po duhet finjë nga hiri i zjarrit të drurit. Duke hedhur, duke e trazuar lug-lug. Derisa të përzihet mirë, pastaj do hedhim lugën tjetër. Kështu me radhë do hedhim lug-lug mielin, derisa të përzihet mirë, dhe në fund do hedhim një dorë ose një grusht më sa thoshte mami, aq sa të ze grushti me miell. Dhe kjo ishte pjesën e fundit të miellit, e trazova me lugën e drurit. Dhe tash është gati për të futur në tavë. Furën e kam ndez 7-8 minuta më parë, që t'jetë ngrohtë me 170 gradë, për 25 minuta duhet t'jenë gati. Duhen larg, pasi ajo do shtrihet dhe do zerë më shumë vend. Ai vura në tavë me dorë, i bara s'ka rëndësi ta do shtrihen vetë. Tani do t'i fus në furrë dhe do t'i pjek. Ballakumet dolën, janë bërë shumë të mira, kanë marrë një faqe, një ngjyrë të kuqërre, një ngjyrë si në rozë, si bezh në rozë, shumë të bukur. Do t'i lejmë pak të ftofen, pak, dhe pastaj do t'i nxjerrim, se tani ato mund na thyen. Pastaj do t'i nxjerrim nga tava. Dhe ja ballakumet dolën shumë të mira, dhe ne sipas traditës kishim atë ditën e verës, bëshim hise për çdo familje që ishte i afërm jon ose komshiu i parë. Dhe kjo ishte pjata që ne fëmijët e dërgoshim dhe ata na jepshin nga ballakumet e veta, dhe provoshim të gjithë ballakumet se cilës zonjë anvis shtëpie që ishim me ato familje që bëheshim më shumë. Kjo ishte pjata, nga një ballakume, nga një vezë të zier ose dy sa fëmijë kishte familja, ara, për momentin unë nuk kam, palafiku fushim, edhe nga një lule që ishte e Stinës. Këtë lule të gjithë shtëpitë pothuajse, unë jam rritë në shtëpi private, e kishim në oborin ton, basan lule misiri. Ka një aromë shumë të mirë, ka dhe zymbyla në këtë kohë, dhe këto janë lulet që i vendosim, dhe kjo tregonte se është një fest që erën sapo ka hyrë pranvera, dhe i uroshim njëri tjetrit gëzuar, dhe unë tani po i uroj gëzuar ditën e verës, gëzuar dhe një verë të mbarë e një vit të mbarë të gjithëve. Faleminderit që më ndiqni dhe ju bëft mirë nëse i provoni. Kjo ishte ballakumja që unë doja t'ju tregoja si e bëj unë me metodën time. Faleminderit shumë.